Ditët me shi pritet të ikin bashkë me muajin maj, sinoptikanët parashikojnë se që nga e diela temperaturat do të nisin në rritjen. Muaji i parë i verës pritet të vijë me temperaturat të vetë periudhës ku termometri pritet të shënojë vlerën maksimale 26 gradë Celsius të dielën dhe për të rritur gradualisht në javën e ardhshme ku pritet që të premten temperatura maksimale të shkojë në 32 gradë Celsius. Ndërprerja e rresheve të shiut pritet të japë mundësinë të përfundojë disa procese bujqësore, nga ana tjetër do të kërkojë nevojën e vaditjes së të mbjellave stinore. Të paktën 10 ditët e para të qershorit nuk do të ketë rreshje shiu, ndërsa temperaturat pritet të rrinë në vlerat maksimale. Banorët e zonave rurale janë në pritje të vendosjes në funksion të plotë të veprave vaditëse, ku më rëndësishëm mbetet kanali vaditës i Ktosit, i cili fut në ujë gjithë loginën e matit. Mendohet se puna për vënien në funksion të kësaj vepre ka nisur, por ende nuk është gati për të shërbyer fermerëve të luginës së matit.